Sepse edhe në mbledhjen e Këshillit, edhe në mbledhjen e të Komisionit Financës, na ka ardhur si projekt vendim, na erdhi me lezet futen qik, ta shikojmë qik dhe më zhdashur 3 ore gjysmë për t'i nxjerrë që shtohet me 116 veta. Donin ta kalonin në heshtje. Ta mbaroj më fjalën, ndërpreva. Donin ta kalonin në heshtje dhe më zhdashur ta shtjelloj 3 ore gjysmë për të arritur në pikën përfundimtare që këtu shtohen 116 veta. Pjesa që nuk më pëlqen është që e degradoni bisedën te fshesa. Ne duhet ta shikojmë pak më gjerë bisedën se sa te pjesa e fshesës. Tani, unë po ju them, veprimet operacionale nga bashkimi në uljen e kostove, këto që po dëgjoj që thoni që vin një makinë, ikin 2 makina, ikin 3 makina, variojnë nga 3 në 5% që ulet këto kosto. Sot, ndërmarrja e pastrimit për të pastruar qytetin, bashkia hargjon diku te 4.5 milion euro. Duka e ka bërë për 2.2. Çfarë ka ndryshuar? Okej, ta mbaroj. Ka ndryshuar shumë, dakor. Dakor se do futemi te abuzimet dhe i shikojmë ato në një moment dytë. S'ka problem. I shikojmë në pjesën e dytë. Tani janë gjuar 4.5. Ajo që po diskutoj ishte që të them, a duhet bërë një analizë më e mirëfill, sepse ne jo 80 të shtojmë në fshes, jo 100 të shtojmë në fshes, jo 300 të shtojmë në fshes, një punë që nuk bëhet dot. A është më mirë të bëhet një analizë, mos duhet ja japim një kompanie të tretë, kombëtare, jo kombëtare, e cila mund ta bëjë me një kosto më të ulët, bashkia heq një siklet dhe vendoset kontrata me penalitete dhe e menaxhon më mirë, ose ka mjete dhe teknologji, unë jam partizan i teknologjisë. Unë nuk mendoj se ata 70-80 punëtorë të cilën do fshin me fshes me zhuka, do pastrojnë qytetin. Përsëri jam kundër kësaj. Ta heqim pjesën e pastrimit të pjesën që rritet pjesë e stafit të kësaj, kemi disa pika tjera që janë shumë problematike. Po vem nga 3 nënkryetar në 4. Ne s'dim ç'a bëjnë këta 3, ç'a do bëj i 4-ti, e para. Kemi 3 drejtorë të përgjithshëm, nga të cilë një pozicion që në hap që kur e kemi miratuar vjet, një nga këta drejtorë të përgjithshëm, ai që do mbulonte urbanistikën ka qenë bosh. Edhe 2 të tjerët që u zun që fituan konkursin ishin të vetëm që u vun ata që deshën. Kemi një drejtor të përgjithshëm financës që unë nuk ja gjej, ka qenë drejtori i përgjithshëm dhe nuk ja gjej firmën në asnjë vend. Erdhi në punë, iku nga puna, nuk ka firmosur. Për çfarë duan drejtorët e përgjithshëm? Përgjesi i thot kryepërgjesit, kryepërgjesi i thot drejtorit, drejtori i thot drejtorit përgjithshëm, drejtori përgjithshëm i thot nënkryetarit, nënkryetari i thot drejtorit kabinetit, domethënë që të vesh te kryetari duhet kalosh 8 hallka. Mbaron punë pas 1 muaji. Drejtorit e përgjithshëm, nëse bëhen 4 nënkryetar, rrëzohen. 3 drejtorët në përgjithshëm nuk duhet jenë nëse kemi 4 nënkryetar. Se nëse do ta mbaroni, do ta bëni strukturën me 4 nënkryetar, aty do ndahet që një kryetar do jetë për socialet, një do jetë për infrastrukturën, një do jetë për financën, një do jetë për pjesën tjetër. Do ndahet detyra nënkryetarëve dhe në varësi të nënkryetarëve do vi gjithë pjesa poshtë e departamenteve. Drejtorët e përgjithshëm çfarë roli kanë këtu? Që kanë kosto. Tani për sa i përket kostove, unë po ju them që të 4 nënkryetarët që do bëhet dhe i tjetri që ju e keni të miratuar, të 7 këshilltarët, drejtori i kabinetit dhe drejtorët i përgjithshëm, bashkë me kryetarin i kushtojnë 400.000 euro. Kemi 300.000 euro që janë këta që duhet ndihmojnë kryetarin në vit paga. Kostot nuk ulen më shumë se 200-300.000 euro në ato problematika që thoni ikën një makinë, vi një makinë e pret njëri e mban tjetri. Këto janë kosto formale sepse puna organizohet. Nuk ka lidhje fare kjo pjesë. Ky është momenti i parë, momenti i dytë. A e dini ju sa rritet juve kur kemi bërë ne të gjithë bashkë kur kemi miratuar ose jo tavanet përgatitore në muajin korrik ose në muajin gusht? Një nga pikat e Ministrisë Financave dhe rekomandimet ka qenë e përsëritur në çdo vit që kemi diskutuar tavanet përgatitore, qoftë edhe pjesën tjetër. Të ulet niveli i pagave. Është shumë e lartë, 50% e totalit buxhetit bashkëqendror për paga. Me këtë rritje prej 116 vjetash, ne rritemi me 800.000 euro më shumë në vit për paga. 116 persona që ne do paguajmë janë 800.000 euro. Janë 5% të buxhetit të 2025-ës. Paguajmë 19, do paguajmë 20. Në qoftë se na bien të ardhurat nga 55% do kërcasim në 60, në 62, nuk është normale.
Një bashki rezultative nuk duhet paguaj më shumë se 35-38% fond pagash. Jemi 55% dhe ky është alarm. Po ja u them sot se do flasim në gusht kur të vinë tavanet përgatitore. Kemi kohë, këtu do jemi. Pjesa tjetër, thoni qendra ditore të moshuarve nuk ka shtesa. Qendra ditorëve të moshuarve, ata 4 persone janë paguar nga ministria. Sot po paguar nga ne, po kalojnë nga neve. Edhe kjo është shtesë. Ka shumë detaje të tjera që duhen parë, jam dakord që të bëhen ndërhyrje. Bëni një plan të mirëfillt. Ja u kam thënë dhe po ja u them dhe do ja u përsëris. Hajdeni me një gjë konkrete, hajdeni me një gjë rezultative dhe ja u garantoj që 17, 15, 10 sa jemi ne këshilltarët e opozitës, në qoftë se që është një gjë në të mirë qytetit, do ta votojmë pro. Por ne këtu shikojmë vetëm gjëra sipërfaqësore, hajde t'i shtojmë se duhen në fshes, sepse e kemi marrë nga çati atë pjesën e 726.000 metra me 200 orë, futa dje atë pjesë në çat, më doli fiks ashtu siç ishte, ajo të relacioni, 200 njeri fshin 300 metër për 6.5 orë, bën 2600 metër katror këto historirat, dhe këtë relacionin që na erdhi sot, është e pamundur që mua të më vi. Unë këtë relacionin e burimit njëzore kam kërkuar që në komision, mua më vin Dauti, më bie 5 minuta para me ato gjëra që ne i kemi thënë. Ka dhe një gjë tjetër e cila nuk duhet të dakordsohemi, transferimi i ndërmarrjeve të shërbimeve publike dhe taksave tek shkolla Shaban Demiraj. Dakord, ndërmarrje shërbimeve publike do shkoj atje sepse mund mos ketë zyra, ka hapësirë, shkolla është bosh, mos të amortizohet, po e para dhe e dyta, inshallah nuk na vin në i fond në buxhet që ta rikonstruksojmë atë shkollë se do vjen këta ja 300-400 milion, kjo është pjesë tjetër, do ta shikojmë, por drejtorinë e taksave pse po e çonin pyll valla. Drejtoria e taksave vendore ju po e çoni në nart, nuk e kuptoj. Domethënë nuk kam parë në një qytet që drejtoria e taksave të dekdiset në përcepa. Çoni drejtorinë e shërbimeve publike, çoni ato tjetrën drejtorinë e taksave, ose lëreni aty ku është, ose i bëni vend në bashki, ose e çoni në një pozicion tjetër që të jetë më akses, të ketë akses me qytetin. Ju e çoni edhe drejtorinë atje. Kështu që unë përsëri jam me të njëjtin mendim që kam qenë komision, jam kundër sepse nuk ka një plan serioz as operacional as analizë kostos. Po te i kaloni rekomandimet e Ministrisë së Financave. Me 116 veta të tjerë, po e çoni 55% fondin e pagave. Unë nuk kuptoj që juve nuk u intereson, s'u intereson asgjë, i bëni kollaj, punë e madhe janë lekët e buqetit, pavarësisht se kush i paguajnë qytetarët apo vinë nga qendra fondet kushtëzuara apo të kushtëzuara, por si po e bëni, jeni përsëri gabim dhe më vjen keq që ja u them, sepse nuk është politik, por po bëhet një gjë e cila nuk është përsëri rezultative. Faleminderit. Po, atëherë dëshiron fjalën zoti Lilia, zonja Breshani. Po. Bruna, suksese. Po të drejtohem jo me kryetare Bruna, sepse je një qytetare shumë e devotshme e këtij qyteti dhe unë jam shumë e bindur që do ta ndrish punën që ke marrë përsipër. Unë nuk dua që ne të perceptohemi njerëz agresiv tek qytetarët që shohin gjithmonë mbledhjet tona me njerëz që bërtasin, ulërin, e unë nuk e kuptoj se përse. Më vjen mirë që kryetarja është grua dhe do ta përkrahi gjitha iniciativat që ne gratë do të kemi në aleancën tonë dhe jo vetëm. Duke shqyrtuar strukturat dhe numrin e punonjësve, do